Apelet e parreshtura për të ndihmuar popullatën e dëmtuar gjatë përleshjeve të fundjavës në lagjen e Trimave në Kumanov filluan të japin rezultatet e para. Në lagjen e Trimave sot regjistruam disa aktivitete bamirësie. Shoqata Merhamet nga Tetova në bashkëpunim me shoqatën Vizion Ma për të gjitha familjet e dëmtuara shpërndan pako me artikuj elementar ushqimor. Sot jemi këtu pasi e pam të arsyeshme të sjellim disa ndihma me pako humanitare. Do më thënë disa pako ushqimore janë për familjet të cilët janë të dëmtuara dhe të cilët i kanë shtëpitë te masat të dëmtuara. Vlen të theksohet se kjo është karvani i parë. Ne do të vim prapë, do më thënë, sepse kemi marrë edhe informata më të detajuara për shtëpitë dhe për nevojat e njerëzve. Edhe kryqi i Kuqit i Kumanovës në bashkëpunim me kryqin e Kuqit të Maqedonisë sollën një kontingjent ndihmash prej 100 pakosh me artikuj ushqimor dhe higienik. Kemi pru diku 100 paketa, 100 pakoa, do me thonë ato pakoa do t'jenë me pakoa ushqimora dhe me pakoa sanitare. Edhe shoqatat të tjera nga vendi kanë paralajmëruar ndihma të ndryshme për popullatën e dëmtuar në Kumanov.